O musliman, nëse kemi kuptuar rrezikun dhe pasojat e bidateve, atëherë është detyre jona ta shikojmë me kujdes realitetin dhe mjedisin ku jetojmë, që të ruhemi vetë dhe t'i paralajmërojmë të tjerët nga disa risi që janë përhapur mes njerëzve, të cilat shumë kush i konsideron pjesë të fesë, ndërkohë që nuk kanë asnjë lidhje me të. Për këtyre bidateve të përhapura janë festimi i asaj që quhet Mevludi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dashuria ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është detyrim për çdo musliman. Madje besimi i robit nuk është i plot derisa i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam të jetë më i dashur për të sesa vetja e tij, fëmia i tij, prindi i tij dhe të gjithë njerëzit. Por kjo dashuri nuk shprehet duke shpikur festa, tubime dhe gosti në një ditë të caktuar, të cilën Allahu nuk e ka bërë të ligjshme. Po të kishte qenë kjo festë një e mirë, do të na kishin paraprirë në të Ebu Bekri, Omeri, Othmani dhe Aliu radhiyallahu anhum, dhe vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do të na kishte mësuar. Të parët që e shpikën këtë bidat ishin Ubejdit, Fatimit, Rafidi në shekullin e 4 Hijri. Atëherë, si ta lëm udhëzimin e 3 gjeneratave të lëvduara dhe të ndjekim ato që shpikën fenë e Allahut, ata që shpikën fenë e Allahut, diçka që nuk është prej saj. Dashuria e vërtetë ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam qëndron në bindjen ndaj tij, në pasimin e sunetit të tij dhe zbatimin e urdhrave të tij, si dhe në largimin nga ndalimet e tij. Tjetër bidat i përhapur janë këngët që i quajnë ilahi ose këngë islame. Disa njerëz i kanë shndruar ato në një praktikë të vazhdueshme, madje edhe në një formë adhurimi. Ata mblidhen për t'i kënduar, e shpesh ato shoqërohen me melodi emocionuese dhe me instrumente muzikore, ndërsa padrejtisht i quajnë ilahi islame. Kjo fe është fe serioziteti. Kurani fisnik është ai që i zbut zemrat dhe bën që sytë të lotojnë. Nuk ka qenë prej udhëzimit të sahabeve dhe as tabiinëve që ilahit dhe këndimi në grup të merren si mjet për edukim, për davet dhe thirrje ose për afrim tek Allahu. Madje zëvendësimi i Kuranit me këto ilahi dhe dëgjimi i tyre e largon njeriu nga dëgjimi dhe meditimi për fjalën e Allahut të madhruar dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Bidat tjetër i përhapur është leximi i Kuranit pas varrimit ose te varret. Vdekja është një këshill madhështore. Suneti i saktë i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ishte që pasi përfundonte varrimi i vdekurit, ai qëndronte pranë varrit të tij dhe u thoshte sahabeve: Istaghfirullaha li akhikum wasalu lahu at-tathbit fa innahu al-ana yus'al. Kërkoni falje për vllajën tuaj dhe lutuni që Allahu ta forcojë, sepse tani ai po merret në pyetje. E transmeton Abu Davudi dhe Sheikh Albani e ka vlerësuar si sahih. Ky është veprimi i ligjësuar, lutja për të vdekurin, kërkimi i faljes për të dhe lutja që Allahu ta forcojë. Ndërsa ajo që bëjnë disa njerëz sot, si leximi i Kuranit në grup ose leximi i surës Yasin apo El-Fatiha pranë varrit, është një risi e shpikur, të cilën nuk e ka vepruar as i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe as shokët e tij fisnik. Varrezat nuk janë vend për leximin e Kuranit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: mos i bëni shtëpitë tuaja varreza. Vërtet shejtani ikën nga shtëpia në të cilën lexohet surja Al-Baqara, transmeton Muslimi. Ky hadith tregon se varrezat nuk janë vend ku lexohet Kurani.